Nga filmi Tek jeta e përditshme, Esref Rüya. Personazhi i serialit Esref Tek nga fëmijëria deri tek sundimi i errët. Personazhi Esref Tek në serialin Esref Rüya është një figurë që ka kaluar përmes ndryshimeve të mëdha dhe që rrëfen me forcë transformimin e tij psikologjik, moral dhe social. Nga fëmijëria dhe humbja e prindërve. Ai humbi prindrit që në moshë të vogël, gjë që e la të vetmuar dhe me një boshllëk të thellë në shpirt, një jetë pa themel familjar e shtyn atë drejt rrugës së krimit, mungesa e dashurisë dhe sigurisë e kthyen duart e tij në mjete mbijetese. Në këtë fazë ai fillon të ndjejë se si familja që i mbetet është rruga e errët dhe jo një familje normale. Me kalimin e kohës, Esref bëhet udhëheq si një organizate kriminale e quajtur Orfanët, ku bashkon persona që po ashtu janë të braktisur ose të shokuar nga jeta. Ai ka ndërtuar një familje alternativ, por me rregulla të rënda, me detyrime, me konflikt, por nuk kursen as ndjenjat. Ky film e paraqet Esrefin si një personazh që për të mbijetuar duhet të bëhet më i fortë se çfarëdo lloj dhimbje, por ai humbet diçka themelore, veten e tij të parë. Konflikti i brendshëm dhe takimi i fatit. Pikërisht kur Esref është në kulmin e fuqisë, futet në jetën e tij Nisan Akiol, gruaja që do ta sfidoj, por edhe të zgjojë në të diçka që ishte lënë pas dore, ndjenjat, besimi, shpresa për diçka më të mirë. Në takimin me Nisan, Esref përjeton përplasjen mes botës ku ai sundon dhe një bote alternativ ku ai mund të jetë njeri, jo vetëm sundimtar. Kjo situatë e detyron të rishikoj zgjedhjet, përballet me humbjet dhe të pyes veten, çfarë jam bërë dhe çfarë dua të jem. Ai prej njeriu që kontrollon frikën dhe rjetin bëhet njeriu që përballet me brishtësinë e tij dhe me nevojën për të dashur, ndërsa më parë e shikte botën me sy sunduesi, tani fillon të shikojë me sytë e brendshëm, ku humbjet vlejnë po aq sa fitoret. Së fundmi familja për të nuk është vetëm ajo e krijimit, por ajo që e kupton, që e mbështet, që ai zgjedh për të dashur dhe mbrojtur. Esref Tek përfaqëson dualitetin burrëri dhe brishtësi, pushtet dhe boshllëk, krim dhe koshiencë. Shumë shikues e ndjejnë se ndryshimi i tij është realistik, jo vetëm veprime spektakolare, por emocion i thellë,